pak debate. Ky zotriu e përziti Beogradin këtu dhe unë jap të drejt kolegut tim, zotit të Matoshi, na jem dy shtetet pavarura, nëse këta e kishin dashur atë shumë bashkimin kombëtar dhe si flasin me një eufori dhe na tregojnë se sa shumë na dojnë, nuk ish dash për mi muaj të garat e U21-shit 2027. Zoti Bilbil, unë e kam drejt me dhonë mendimin tem, siguraj zotnia që na tregoj që jena një këmbë, e jena një shtet, edhe unë pikallzojnë që nëse ata kanë dash aq shumë me shqiptarët e Kosovës me e bo, edhe me afru ka shumë nuk është dasht me Serbin, me organizu... 15 futbollistë Kosovës kanë shku, kanë përzgjedhë Shqipërinë, ka të keqe diçka, unë nuk shoh të keqe, që kjo është temë. Zoti Sokudi, nuk ka kur gjë, ata e kanë shiqu interesin e vetë se përken me lutë. Pse kanë shku si pas teje, pse kanë shku? Ata kanë shku për disa arsye. Në një është interesi i tyre primar. Ata janë futboller profesionist, futbollist profesionist. Post të tjerave, Kosova si Kosovë nuk ju ofron, do më thunë, për arsye se me futbol janë më të avansum Shqipnia. Je jep këtë drejt futbollistëve, po? Unë ju jepi të drejt, se ata mundën me bo çka dojnë. Po më se përzim që është jenë kombëtare me na kallëzu patriotizëm neve shqiptarëve të Kosovës, për arsye se jemi një 10 herë më patriota se ata. Nas po, nuk I kemi traftu asnjëherë historikisht Shqipninë, çka ata disa herë shqiptarët e Kosovës I kanë lënë lloj. Po nuk po e du për arsye se jemi sistemi, nuk është çështje populli. Nuk është çështje populli, përsëri e kemi tash U21 në vitin 2027 ku bën lojrat bashkë. Vetëm ta kemi edhe Emanuelin se duhet ta përmendim. Deshta me përfundu vetëm mendimin dhe në fund nuk ka lidhje kjo me trapia kombëtare. Je pasionante pra Vera, më pëlqen kështu po komunikim. Pra arsye sa na njerëz të sportit jemi edhe kisha me thonë ma pasionant, po edhe reagojmë pak më shpejt se tjerë. Se gjuajti një bombë, Shako Hoxha nga Tirana. Nga se me vërtet jemi lutë të na muaj demagogji me na tregu sa jenë patriota, se ma patriota jenë vetë. Kështu që vetëm du me e thonë, futbollisti si futbollist nuk ka faj. Këtu ka faj. Tu fillu prej federatës, prej kushteve që I kanë, futbolli që është ma mbrapa, ai djali ka zgjedh me I shiqu interesat e veta, edhe pse neve nuk na pëlqen, edhe une nuk jam për ata që ka shku, edhe do me thonë e përfaqëson Shqipni, se ma qef kësha pas me përfaqësu Kosovën, po nuk mund është me I thonë që është tradhtar. Emanuel, sistematike një